Kjo shoqëri a formu në vitin 1983. Atëre ishte koha shumë e vështirë për me formu, mirëm atëre isha unë edhe kryetari bashkësisë lokale, edhe atëre edhe këto që ishin anëtarë bashkësisë këto të shoqërisë, atëre vetëm të formojmë një shoqënisë s'po kemi ku me ndejtë. Mirëm unë angazhova, edhe i faleminderoj shumë, se këto ishin shumë të ri atëre. Mirama banëm një proces, edhe banëm një kërkesë në komunët e të Kumanovës, edhe u pranu si shoqëria kulturore artistike Jetë e Re. Edhe ja lam emrin Jetë e Re për shkak se nxënësve të shkollës, se e kishte atëre Jetë e Re shkolla. Edhe që ato nxënës që vinë prej shkollës, vishin në Jetën e Re. Edhe ashtu u formu edhe u bon shumë mirë për të rritë. Atëherë ka qenë shumë vështirë se ishte edhe politika e tillë, se shumë vështirë ishte. Mirë, ama interesant, unë atëherë kam ndihmu shumë disa shokë, atëhershme atëherë megjithëse ishte atëherë një shtet juridik, një partijak, mirë, ama kishin besim shumë në mua. Edhe ma pranun se atëherë kon shumë vështirë me formu shoqërinë në 83. Mirë, ama u formu e banëm kërkesën në Kumanove, qumë Shkup, mas 2 muajve edhe me i pranun këtë shoqëri që sot e kemi gëzu edhe e festu. Po rinia ishin të interesum, por atëherë ka qenë edhe vështirë se nga pikpamje fetare. Se Slupçani atëherë ka qenë shumë me një rritje jo të sa duhet të shkencore. Atëherë ishte më shumti lume vajzat, nuk i qoqin vajzat. Mirë, ama unë isha i Slupçanit, mësues, edhe më ndigjoshin edhe atëherë bo shumë mirë, edhe kemi pas edhe vajzat atëherë në 83-shin të regjistrume në këtë shoqërinë kulturore artistike Jetë e Re. Edhe unë jam i kënaqur edhe shumë jam i gëzueshëm që është kjo edhe që ekziston që 40 vite në kjo shoqëri. Shumë mirë, jam i kënaqur, bile kisha emocione, muçake ka ishishna, se ato ketë që kanë qenë edhe nxënësit e mi, por edhe anëtarë të shoqërisë Jetë e Re Slupçani.